prania më shumë vajzave dhe grave në statusin e studentëve në universitetet tona është një faktor shumë i rëndësishëm pozitiv për emancipimin e gjithë shoqërisë shqiptare. Ka shumë studentë vajza dhe gra, më shumë se sa djem, dhe studentët më të mirë, ndryshe nga para 90-s, studentët më të mirë i kemi ndër vajzat. Po në organet vendimarrëse të universitetit, profesor? Kjo është pamja, dhe do vjen një kohë, them dhe studentët, si me shaka, do vjen një kohë që ne do kërkojmë të emancipojmë, do bëjmë lëvizje për emancipimin e djemve, të burrave, sepse i kemi me nivel më të ulët përgjithsisht. Në strukturat vendimarrëse të universitetit është më e madhe prania e meshkujve. Ka një arsye. Në këto struktura, me thënë, prania me shumë vajzave dhe grave, si pedagoge, nuk do të thotë se këto kanë pranim më shumë në ato që janë me titujt dhe grade shkencore. Ende, sepse në vitet që ato janë pronësuar tani, këto dhe vitet e fundit, dhe duhet një kohë relativisht e gjatë, duhet 20-25 vjet për të marrë titullin e profesorit. Nëse statistikat i rendisin edhe me tituj grad, i rendisin në nivele të krahasueshme. Në vendin tonë jo, si janë akoma. Shumicën me titull dhe grade shkencore. 32% janë me doktoraturë. 32% janë me doktoraturë. Po, pra 32%, po janë 2-3. Po, nëse marrim një raport, një koeficient, të atyre që janë me doktoraturë dhe të atyre që përfaqësohen në organet vendimarrëse, jemi në një disbalancë shumë të madhe. Me thënë, unë kam ngritur me fortë dhe jam për atë që të ketë sa më shumë vajza dhe gra. Dhe unë në libër kam argumentuar që me që banojnë më shumë vajza dhe gra, tani në Shqipëri rreth 58% e vajza dhe gra që banojnë, për arsye të migracionit, disproporcionit meshkuj femra. Më duket e kanë nxjerrur meshkujt, profesor, raportin e meshkujve dhe grave kanë nxjerrë më të madh të meshkujve. Për herë të parë ndryshon raporti të censusit. Më dëgjoni vetëm, problemi është ky. Këto statistika bëhen për gjithë shqiptarët që janë në migracion dhe në Shqipëri. Tani jetojnë në Shqipëri. Më shumë vajza dhe gra, sepse kemi më shumë meshkuj në migracion që s'kan marrë familjet. Pra ky është problemi. 58% afërsisht janë ato që banojnë Shqipëri tani, kurse statistika që janë më shumë meshkuj figurojnë edhe ata që në migracion. Pra ky është problemi, por duhet të jetë pak më lart shifra, dhe unë e them me bindje dhe kam thënë dhe kam argumentuar edhe në libra, shtimin e pranisë së vajzave dhe grave në strukturat vendimarrëse, politike edhe tërë strukturat e shtetit shqiptar, unë shikoj si një garanci që shkalla e korrupsionit në shoqërinë shqiptare do të ulet shumë. Dhe unë vërej aty ku ka më shumë vajza dhe gra, shkalla e korrupsionit është më e ulët, ose kundërta. Pra, unë shikoj si një faktor social në plan më të gjerë. Me këtë nuk dua të them që gjithë vajzat e gratë janë ëngjëj, se gjitha nuk korruptohen. Jemi realist. Për ta mbyllur dhe Xheka, për sa i përket gruas në karrierë, është më pak e predispozuar të jetë e dhunuar? Për mendimin tim jo, sepse gruaja në karrierë sigurisht ka arritur që të predominojë mbi një nga format më të fshehura të dhunës, që është dhuna në familje, përderisa është në karrierë. Sigurisht që ka ambiente në të cilat ndihet e rrezikuar jo më nga dhuna në familje, por nga format e tjera të dhunës shoqërore, që siç e përmendi profesori, në realitetin shqiptar është parlamenti, sepse në ambientet e tjera në përgjithësi gruaja në karrierë, të paktën në perceptimin publik edhe në statistikat e deritanishme, nuk rezulton të jetë e dhunuar, por gjithsesi unë përveç këtij konstatimi edhe këtij konkluzioni timin, do doja edhe njëherë që duke përshëndetur këtë hap shumë pozitiv dhe shumë të mirëpritshëm të amendimit të kodit penal dhe të klasifikimit si vepër penale dhunës në familje, thjesht për të shpërndar atë perceptim. Qoftë edhe për efekt psikologjik, besoj. Jo, në sensin që nuk është, kjo është, ashtu si sa profesor Gëzimi, kjo është dera e fundit ku trokitet për të luftuar dhunën. E rëndësishme është çfarë janë ato masat profilaktike që gjithë shoqëria duhet të ndërmarrë për të mos arritur këtu. Dhe për këtë ndërgjegjësimi, trajnimi janë elementet kryesorë dhe politikat sociale të punësimit dhe të formimit profesional janë shtyllat kryesore të cilat do ta shërojnë shoqërinë nga plaga. Legjislacioni është elementi fundit. Faleminderit, profesor, për ta mbyllur, gruaja, jeni dhe ju dakord me profesor Dervishin, është më pak e korruptuar? Unë në të vërtet, kjo është i gjë që pranohet, që gratë në vërtet kanë më pak. Pranohet për të bërë qefin, apo është? Jo, është e vërtet. Sigurisht, e thash pak përpara, e thash me zë të ulta, një për të me zë të fort. Ky shëntërimi i graveve dhe kjo idolatrizimi i tyre biologjikisht që janë të imunizuar nga rreziqet e korrupsionit të çdo lloji korrupsioni, nuk është ato që duhet pranuar kështu. Një e para, e dyta, edhe ky diskriminimi pozitiv. Shiko, unë e kam thënë gjithmonë, edhe me profesor Zydin e kemi biseduar, edhe me Anën kemi biseduar gjithmonë. Shiko, grave u është bërë padrejtësi e gjatë historike. Dhe në një farë mënyrë gjitha mekanizmat që ato i ndihmojnë, i favorizojnë, i mbështesin,
indikmojnë për të marrë rrugën normale, që u hapet hapësira, sepse keni parasysh që ato kanë ardhur në një shoqëri që ka qenë në formë hinke, ku kalimi i tyre në këtë hinkë ka qenë jashtëzakonisht i vështirë, me shumë filtra, me shumë paragjykime, me shumë anatemime, me shikime, me konotacione negative të interpretimit të për shembull një grua që synon për karrierë dhe ka ambicie sulmohet fare lehtë. Fare lehtë. Kurse një mashkull që synon karrierë, që ka ambicie, është vështirë sepse ai nuk pyet nga ato që bën. Kurse një grua bën ca llogarira të tjera që mund të thonë. Megjithatë, nuk jam dakord për një gjë, që diskriminimi pozitiv, mbështetja sociale, mbështetja shoqërore apo politike për gratë nuk mund të prek sistemin e meritës. Pra, gratë nuk mund të rinë në pritmëni të thonë që unë duhet vete aty duhet bëhem deputete, duhet bëhem ministre, apo duhet bëhem në karrierë akademike ose në karrierë administrative, vetëm se jam grua. Jo, kjo gjë duhet i qetë nga mendja. Po jo, se ka përcaktuar dhe ligji, profesor, në kushte të barabarta meritokracie. Pa diskutim. Unë them edhe me diskriminim pozitiv.